Gjëna e ke gjithë ditën, e gjithë natën. Madje, mundesh edhe me bo shirk. Mundet me bo shirk. Njëherë ka gjëna haram, sepse përshkon në vende ku nuk ka ilaç aty. Ilaçi është. Mënyra kërkim të ilaç është jo legjitim. S'ka ilaç kish. As në xhami. Shken në xhami se më shërohet djali. Kush tha? Në xhamia nuk shëron. Kisha nuk shëron. Teqja nuk shëron. Faltorja nuk shëron. Allahu shëron. E dyta, ka mundësi të bëj shirk, që është me masë sa harami, thjesht sa gjënahi, ka mundësi të bëj shirk, sepse shkan në një vend diku dhe i bën Zotit, i kërkon dikuj tjetër me shëru. Si fjala vije, me shku të një varr dhe me kërku ilaç, me kërku shërim, me kërku fëmijë, me kërku lumturi, me kërku më të kthy burri, me kërku më të kthy gruaja, me kërku fatin. Kjo është shirk. Andaj, adresën e ketë gabuar motër. Nuk kërkohet ilaç për fëmijë në për kisha. Tjetë kujna dëne e kish. Tjetë Kosovë, Shqipëri, madje edhe Vatikan qoftë. Nuk kërkohet. Shërimi kërkohet prej Allahut të madhruar. Po, në përmjet rrugëve legjitime që i ka legjitimuar Allahu, e që është ana mjekësore. Ai është ilaç. Mjekësia është ilaç. Por e zbërthen ilaçin, e gjen ilaçin, e deshifron ilaçin dhe ja gjen përputhshmërinë e ilaçit me filan smundjen. Edhe quhet mjek. Kjo është legjitime, është me hadith. Po dhe ilaçi tjetër është me Koran, ilaçi me Koran. Po dhe ilaçi tjetër, ilaçi me dua, me lutje. Po dhe ilaçi tjetër, ilaç me sadaka. Me dhanë sadaka, që Allahu më ruajt sytë e vlatit. Allahu ja rujt atë sy, atë pamje që i ka met, e ja ktheft, e ja shëroft, kërplëtsisht ja Rabbel Alemin. Por rrunë se bën ato gabime, se ilaç nuk keni, ama veç arrasin në haram, futnin në haram, dhe rrunë e zëtut në deni për dini këtë Allahu në arru.